Zoti Berisha, do ju çoj misioni juaj për të vërtetat e zgjedhjeve kandidat për kryeministër në vitin 2029, Partisë Demokratike? E vërteta është që nuk po bëj gjë tjetër, veç se të jenë shqiptarë që me votën e tyre të lirë të përcaktojnë kryeministrin e tyre të ardhshëm. Ky është misioni im. Unë po përpiqem çdo ditë dhe do përpiqem që shqiptarët të votojnë të lirë, jo nën presionin e këtyre horrave që s'kan ligj, kodas moral, këtyre plaçkicëve, të atyre kasnezëve që hiqen, shërbëtorë të gënjeshtrës janë, që duhen të mashtrojnë shqiptarët. Është mision ky. Por, në dallim nga tjerët, unë flas me fakte. Unë po paraqes fakte se si janë dhunuar të drejtat themelore të njeriut dhe të drejta e votës shqiptarëve.